Ka rast tifozëve të shumë të Lezhën që ndoqën ndeshjen në transfer përballë ekipit Bushatas Basanja, skuadra lezhane e kanë ndjekur edhe komentatorët e mirënjohur të këtij qyteti Martin Dedaj dhe Gjin Palushi. Martin Dedaj, i pranishëm në këtë ndeshje, si e përjetuat fitoren e ekipit Lezhën Bestia? Në fakt ishte një fitore që erdhi me vështirësi për hir të realitetit, por unë ta filloj së pari duke përgëzuar presidentin e skuadrës së Basanjës për ekipin që ka krijuar, për grindën që tregojnë fush. Ishte një lojë me 2 tablo. Pjesa e parë dominoi ekipi vendas, pati raste dhe arriti që nësa pjesa e dytë Beslidhja, si të thuash, mori veten dhe arriti të barazoj dhe të kthej lojën në favor të saj. Kjo fal edhe eksperiencës mesfushorit David Marku. Si kolegu Dedaj, Beslidhja nuk po përjeton momentet mira, një Beslidhje se në fakt e trajtuam edhe me trajnerin Edmond Alibi, një Beslidhje se ka qenë në nivelet e larta të superiores dhe tashmë është jashtë pesës edhe të play-offit. Ne në këndvështrimin tim mendoj që mund të arrijmë pesën, pra nuk jemi largu nga pretendimet, pavarësisht se Veleqiku vazhdon të jetë përpara nesh. Beslidhja është një ekip që të jemi korrekt, ka eksperiencën, ka traditën, ka historinë, por është një ekip i ndërtuar me lojtarë kryesisht të rinj. Të mos harrojmë se nga formacioni i vitit kaluar janë të pakën 8 ose 10 lojtarë që nuk janë. Është bërë një ekip i ri me djem që kanë dëshirë të luajnë, por edhe futbolli don eksperiencën e vet dhe gjithsesi ka shpresë për Beslidhjen. Kur do ta shikojmë Beslidhjen në nivelet e larta, jo vetëm kategoria e parë, por edhe më lart? Unë besoj që Beslidhja do të ketë një këndvështrim tjetër, pra edhe presidenca po mendon për këtë dhe duke filluar nga faza e dytë e këtij kampionati janë hedhur disa piketa të vogla për të parë ose për të patur një Beslidhje pretendente në sezonin e ardhshëm. Në aspektin personal, Martin Dedaj është një zë simbol i qytetit të Lezhës, ashtu si dhe kolegu tjetër Gjin Palushi, të cilët përcjellin emocione shumëta nga stadiumet jo vetëm të Lezhës, por edhe më larg. Ju më loni edhe Burreli në shumë ndeshje i kënaqur, pasioni nuk e shuar kur për këtë komentim. Shumë veta. Gjinin mediatike. Është vërtet një pyetje që më emocionon kolegu im i nderuar. Shumë veta më thonë që kush është interesi jot që rrugton për shkuar në Burreli në stadiume të tjera. Interesi im është, ashtu siç e thatë dhe ju, është pasioni. Pasioni për futbollin, i cili nuk na lën rahat. Është pasion që na ka mbërthyer pas vetes, kuptimin dhe ne jetojmë simbiozë me pasion. Me që jemi tek Burreli, të njëjtin pasion si për Beslidhjen, usheni edhe për Burreli, duke qenë se jeni edhe erditor nga origjina, një Burrel që po bën mirë në për mendimin tim, unë është viti 5 që shkoj në Burrel dhe fal drejtimit të trajnerit Ditmar Bicaj, ish futbollist i njohur. Burreli ka ndryshuar tërësisht, ka bërë një reformë radikale, do të thoja, dhe ka ndërtuar një ekip të ri dhe një ekip me pretendime. Pra është një ekip që nuk e njeh fushën, fiton jashtë, mund edhe të humbë brenda dhe ka një kapiten që quhet Ferenc Faruku, i cili është emblema dhe simboli i kësaj skuadre. Pa të nderuar shikuesi, ishim me kolegun tim Martin Dedaj, një komentator mjaft i njohur, shumë pasionant jo vetëm për Lezhën, por edhe për mirditën që bëron rajonin verior. Ishte prezent në sfidën Basanja Beslidhja, fituan Lezhjanët 1-2. Faleminderit. Faleminderit ju, miku i hershëm.